si do reagonte më me frikë, do ishe friksuar, apo do merrte shembull nga heronj si Ranucci apo Gabanelli, besoj se quhet ajo që ishte para tij, pra dhe shumë xhurnalistë të tjerë, pra gazetarë të tjerë. Si do reagonte? Kjo është që pyetje shumë e rëndësishme që duhet i bëjmë vetes dhe duhet kuptojmë, sepse Alba për shembull dhe shumë gazetarë të tjerë e shprehin atë lirinë e tyre pa një lloj frike, duke pas mbase edhe një farë pavarësie territoriale dhe ekonomike, por në Shqipëri e dim shumë mirë rrogat e gazetarëve, nxjerrja nga puna kur nuk i pëlqen dikujt etj. Kështu që si do reagonin në këtë rast? Besoj se do ishte një goditje akoma më fort ndaj një gazetarie të brisht si ajo shqiptare. Kam përshtypjen e ka dhënë këtë përgjigje zoti Ali Madhi dhe zoti Roberto Saviano, këtë duke konsideruar si simptom të një klime shumë të rrezikshme për gazetarinë investigative. Në Shqipëri përgjithsisht konsiderohet çdo gazetari, çdo investigim lidhur me politikën në një farë sulmi, dhe po shohim ngjashmëri në fakt edhe me median italiane, por sa e zakont mund të jetë që një gazetar si Ranucci të jetojë nën mbrojtje për vite me radhë, doja që të pyesja unë. Është shumë atipike një gjë e tillë. Është pikërisht ky është shembulli i dytë mbas Savianos. Saviano goditi direkt mafjen, familjet, emrat e tyre. Ranucci besoj se po shkon akoma më tej, sepse po prek interesa që janë të lidhura edhe me politikën. Kur ai do flasi për bankat në 26, ai prek interesa shumë të larta të interesave ekonomike dhe politike. Kështu që mos na duket çudi që dhe një nga temat që do trajtoj ditën e parë të programit për këtë sezon të jetë një nga arsyet ku i jepet një paralajmërim i tillë. Pastaj, për sa i përket dinamikave, mund të flasim gjithë ditën. Aty duhet të jepet një mesazh mbase me këtë mënyrë kaq të drejtpërtejt, kaq jo të sofistikuar, për sa i përket kërcënimeve dhe ose kanë dashur të depistojnë, kanë dashur ta konsiderojnë, ta kanalizojnë në hetime që nuk janë, në drejtime të cilat nuk ekzistojnë, kështu që nuk e dihet asaj pune. Shpresojmë që antimafia të jetë sa më efikase që të marrin vesh se kush e ka bërë. Por vërtet është dramatike që në Italinë e 2025-s të intimidojnë, të kërcenojnë gazetarët, dhe flas edhe një refleksi mbi fqinjin Shqipërinë, mbi vendin tonë, mund të jetë shumë negativ dhe mund të ketë efekte për një kohë gjatë. Alba? Kam takuar gjithë. Parë një person është në mbrojtje në shtetin. Nuk e di nëse është problemi Albës apo unë s'po e dëgjoj mirë? Ka problem në sinjali Albës. Dëgjoj, me që jemi në sekondat e fundit, një urim sigurisht e kemi të gjithë bashkë, besoj që mos tjetë dorë shqiptare, por nga ana tjetër mos duhet kemi një urim që shqiptarët të mos merren me këto nivele të krimit organizuar, Genti, mos përshojmë pak mënyrë naive, po Alba, të kam tani. Po, më falni se ishe gabinim. Pra, do të thotoja që personi parë që kam takuar në Itali vënë në mbrojtje nga shteti ka qenë Nicola Gratteri. Aty kam mbetur i shokuar pasi jam kontrolluar totalisht për të hyrë në takime të, kam qenë të shokuar nga skorta, e cila ishte pajisur me të gjitha me Kalashnikovë, të gjitha që ruante, dhe u bërë aty nisi shkolla për të takuar njerëz të cilët ishin në mbrojtjen e shtetit. Mendoj se nuk është një jetë e lehtë, është një jetë mjaft e privuar, mjaft e limituar. Kujtoj se Gratteri dikur më thoshte që kishte mbi 20 vite që nuk kishte shkuar në plazh, ku nuk ishte mundur të dilte dhe shkonte në një restorant me bashkëshorte.